Në këtë takim, i thonë drejtën takimi ka një veçanti që ka qenë një takim që kërku nga vetë kryetari Zoti Shpend Ahmeti me qëllim që të vizoj udhën ekonomike, po në veçanti të bisedoj me sektorin drejtarisë, një sektor i cili përkushtohen po të cilësinë ka një si të veçantë. Prandaj herën e fundit kemi takuar në komunën e Prishtinës ku kanë qenë vërtet debatet, kanë gjatë më tepër se 2 orë gjysmë. Dhe besoj që ka qenë një gjuhë e argumentuar, një gjuhë që do të ketë në funksion të procesit dhe të zhvillimit, ku vërtet ka pasur këmbim të ideve dhe propozime si të dilet nga situata e krijuar. Jemi dëshmitar që aspekti ekonomik në Kosovë nuk është ai i merituar dhe i dëshiruar, prandaj besoj që është obligim i gjithë neve që bëjmë më tepër në këtë drejtim dhe me siguri dhe fakti që komuna e Prishtinës është afër gjallë e Prishtinës e Kosovës dhe pothuajse është një ndër kantierët më të mëdha të ndërtimit e ka një rëndësi multidimenzionale. Sa ka rëndësi ekonomike, ka strategjike, sa ka rëndësi strategjike, ka sociale, po sa ka do të thotë rëndësi sociale, ka edhe do të thotë ndikon në përmirësimin e imagjit dhe një qëndrueshmërie ekonomike. Prandaj në këtë drejtim falenderoj kryetarin për kohën e gjetur, falenderoj juve për kohën që jeni këtu, në veçantë interesimin e mediave për të marrë pjesë në këtë takim. Ka pas gjithmonë do të thotë arsye të ndryshme që po mungon një komunikim i mirëfillt dhe besoj që sot është një dëshmi që dialogu i komunikimit është kuptuar që do të jetë arma më e fuqishme e zgjidhjes së gjitha problemeve. Është vërtet që ka pakënaqësi, po besoj që pakënaqësi duhet të jetë argumentuara. Jemi përfundim trendit dhe ligjet dhe çdo gjë që është në ambrellës në kuadrat e ligjet tjetë në funksion të zhvillimit. Kryetar, faleminderit për kohën, faleminderit për gatishmërinë jutë këtë një takim keni me se ne dhe fjalën keni ju me kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit gjithëve. Kjo është vërtet që javën e kaluar do të kemi pas edhe pjesën për takim nga ora ekonomike. Në që rast kemi pas një debat të gjatë, por si takim i parë që ka qenë mas një kohë, ka qenë edhe një debat ku kanë qenë ndoshta edhe gjëra pak më të paorganizuara, janë diskutuar edhe gjërat e përgjithshme dhe gjërat individuale të kompanive të ndryshme. Dhe ne si shenjë gatishmërie për të vazhduar dialogun edhe më tutje, ashtu siç e kemi thonë në mbledhjen e kaluar, kërkuam që ta vizitojmë tash ne udhën ekonomike, në mënyrë që të tregojmë edhe gatishmërinë tonë që në pikat të cilat tash edhe në hapa të ardhshëm do të konkretizohen edhe më tutje, të kemi një bashkëpunim gjithmonë me qëllim të përmbushjes së interesit të të dyja palëve, natyrisht ne si komunë për ta zbatuar rregullin dhe rendin në komunën e Prishtinës dhe natyrisht për ta zhvilluar komunën dhe në anën tjetër shoqata e ndërtimtarëve për të realizuar interesat e këtij grupi të ekonomisë që natyrisht janë edhe kontribues të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik jo vetëm të kryeqytetit, por në përgjithësi të shtetit tonë. Unë e kam potencuar edhe herën e fundit, qëllimi jonë i vetëm është që prej një situate ku sot i kemi të regjistruara në komunën e Prishtinës mbi 20.000 ndërtime pa leje, ndërsa nga viti 99 i kemi 972 leje të lëshuara, që do të thotë se ka qenë një si me thonë një pyes 1 me 20 për çdo ndërtim me leje kanë qenë 20 pa leje, ato 20 pa leje natyrisht janë edhe shtëpitë e vogla, kështu pra mos ta bëjmë që kemi të bëjmë me 20.000 ndërtime apo ndërtesa, që të vimë në një situatë ku të kemi ndërtime aq sa ka nevojë Prishtina, por ato ndërtime të bëhen sipas rregullave dhe rendit. Dhe natyrisht në këtë periudhë të tranzicionit ka pas, siç e potencoi edhe Safeti, ka pas edhe pakënaqësi, ka edhe natyrisht pjesë më të ngurta të cilat shkaktohen nga këto reforma dhe nga ky tranzicion. Mirë po tash mendoj se duhet të punojmë bashkërisht në mënyrë që të gjejmë mënyrën më të lehtë përpara, duke i marrë parasysh kërkesat e shoqatës së ndërtimtarëve, por gjithmonë në anën tonë sa i përket komunës duke ruajtur interesin publik të qytetarëve. Atë ditë në takim janë diskutuar çështjet që kanë të bëjnë prej aspektit procedural, se sa po zbatohet ligji dhe sa kohë merr për të aplikuar një leje dhe si është përgjigjja dhe cilat janë çështjet të cilat mund të shpejtohen, mund të thjeshtësohen, mund të bëhen më ndryshe. Për këtë situatë është këmbëruar sot edhe drejtori i urbanizmit Livon Aliu,
me cilin janë diskutu dhe tash është më përgatit një dokument informues se si aplikohet për le me gjithë dokumentacionin e kërkuar, por sot Liburni ka ardhur me disa propozime se si mund të përmirësohet marrëdhënia me shoqatën ndërtyrore e deri te kërkesat që kanë bëjnë me çështje financiare, të cilat ne kemi ardhur sot edhe t'i qartësojmë, por edhe t'i tregojmë hapa se si vazhdojmë më tutje. Unë mund t'i shpjegoj vetëm disa. Janë për shembull borxhet të cilat disa kompani të ndërtimit i kanë Karshi komunës për leje në të kaluarën. Edhe aty një pjesë është e kontestuar, bëhet fjalë për 5 milion euro gjys borxh, mirë po natyrisht është diskutuar edhe për një shumë që është diku rreth 1 milion e gjys, cilat kanë qenë të paguara nga kompanitë për infrastrukturë dhe këto janë çështje të cilat do të diskutohen dhe mund t'i negociojmë, por kërkesa kryesore e kompanive të ndërtimit dhe shoqatës ndërtimtarëve ka qenë riprogramimi i borxhit dhe mundësia e pagesës së borxhit me rata për cilën ne tash besoj se do ta krijojmë një grup punues dhe ta mundsojmë që në drejtorinë e financave të diskutohet këtë çështje. Ne kemi përgjegjësi ligjore që ta mbledhim atë borxh, për shkak se neve na figuron në borxh dhe auditori gati se për çdo vjet e dërgon komentin se ose duhet të mblidhet ky borxh ose duhet të bëhet përpjekja për të mbledhur ky borxh. Tani më kur e kemi edhe përmbaruesin më të forcuar, por ne jemi të interesuar që këtë ta bëjmë në diskutim me kompanitë e ndërtimit dhe me shoqatën e ndërmarrjeve ndërtimore. Kërkesa e dytë ka qenë që pagesa e taksave për leje ndërtimore të jetë në disa rata.